Fitore, fitore, fitore. Faleminderit i dashur Belind. Përshëndetje të dashur të rinj dhe të reja, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, zoti Doktor Berisha. Ju falenderojmë që jeni këtu pjesë e këtij aktiviteti. Dhe unë dua ta nis këtë aktivitet dhe fjalën time me një pyetje. A e dini ju që sot çdo derë është e mbyllur për të rinjt? A e dini që sot ka një ministri për rinin në këtë vend? Dhe a e dini që është dikush që e drejton këtë ministri? Është dikush në fakt që i drejton të gjithë të rinjt të largohen nga ky vend. Është simboli i pozitës sot i Partisë Socialiste për të rinjt, kjo ministria për të rinjt. Dhe nga ana tjetër, krah kësaj ministrisë janë pamjet e mira shqiptarëve të cilët janë larguar në 12 vite. Janë pamjet e mira të rinjve të cilët janë larguar nga Shqipëria me kamiona, me gomone, me syt drejt nga Shqipëria, me lot në sy, duke dhënë dhe shumë aparash vetëm që të largohen një orë më parë nga Shqipëria. Në njërin krah është kjo Partia Socialiste e cila e sot i tund këtë pasaportën europiane të rinjve shqiptar. Dhe nga ana tjetër janë të rinj shqiptar të cilët janë larguar duke mohuar shtetësinë shqiptare, identitetin kombëtar, duke mohuar prejardhjen e tyre, sepse kjo qeveri i largoi ata nga shteti i tyre. Është kjo Ministria e Rinisë që pas 4 vitesh, u kujtua të vinte në parlament në seancën e fundit plenare të 2025-s, duke sjellë një propozim të ndryshimit të ligjit për rinin. Ajo solli në fakt ligjin antirinor, një ligj të cilën unë dhe si më e vogla e këtij parlamenti e kam kundërshtuar me forcë. E kam kundërshtuar sepse ai ligj është ligji që na mohon neve të drejtat tona, që na heq neve të drejtën për të folur, zërin ton. Është ligji që ata duan të na kontrollojnë neve. Ligji i cili mohon çdo të riu të drejtën për të zgjedhur dhe për të patur autonomi. Sepse ata duan që ta kenë kontrollin tek të rinjt. Nuk duan që të rinjt të kenë një zë, nuk duan që të rinjt të kenë shpresë. Ishin ta të cilët sollën në kuvend projekt ligjin antirinor. Kjo ministra që sot ende nuk ka dërguar një mesazh ngushëllimi tek prindrit, të cilët lotët nuk i janë tharë për fëmijët që kanë humbur, për ata prindër të cilët sot lëngojnë çdo ditë për fëmijët që nuk janë në Shqipëri. E është kjo Partia Socialiste e cila sot ju thot të rinjve riktheuni, jepeni kontributin vendin tuaj. Dhe si do të rikthehemi ne? Kur ka nga ata që janë këtu në Shqipëri e dita ditës se mendojnë të largohen. Ka nga ata cilët e japin kontributin, janë në parlament dhe çdo ditë censurohen. Atyre ju hiqet zëri dhe u mohohet e drejta, qoftë edhe e drejta për të mbrojtur qytetarët e tyre. Ndërkohë që sot të rinjt e din shumë mirë se çfarë fshihet këtu mes nesh. Ata e din shumë mirë që mes nesh është forca e vërtetë e ndryshimit. Që këtu është energjia, është vizioni, është dëshira dhe ëndra që nesër Shqipëria do të jetë një Shqipëri më e mirë, do të jetë madhështore. Është këtu mes nesh dhe ata e din shumë mirë. E din shumë mirë, prandaj duan ta kontrollojnë. E din shumë mirë që energjia e rinisë, ky vizion për të ardhmen, është forca e ndryshimit dhe fuqia jonë. Dhe fuqia jonë është vota jonë, zëri ynë është vota jonë. Një revolucion është bërë në Shqipëri dhe ai revolucion është bërë nga të rinjt. Është bërë për liri, është bërë për demokraci. Është ky vizion dhe ishin ata të rinj të cilët ndërtuan Partinë Demokratike, ishin ata të rinj të cilët e ndërtuan partinë e cila sot është numri 1 që i do të rinj, lufton për të rinj, do t'i përfaqësoj të rinj. Është numri 1 e cila ka luftuar, është ndërtuar nga të rinj dhe do të luftoj dhe do të jetë krah rinisë gjithmonë. Prandaj ne sot do të përdorim fuqinë tonë,
do të përdorim votën tonë për të mbështetur atë parti e cila e do rinin dhe do të jetë krah rinis çdo ditë. Me 11 maj ne do të bëjmë të mundur që zëri ynë të dëgjohet. Ne do të bëjmë të mundur që kurrë më të mos jemi të shtypur, kurrë më mos të përdoremi si fasad, por të jemi aty me vendin ton, me zërin ton për të bërë që Shqipëria të jetë madhështore. Të dashur të rinj dhe të reja, bashkë me mua këtu, dua të ftoj në këtë panel 2 zotrinj, 2 të rinj, duke falendëruar çdo kandidat të ri që është këtu sot me ne, për të thënë dhe ata për të treguar mbi programin e Partisë Demokratike si ne do ta ndryshojmë Shqipërinë dhe do ta bëjmë atë madhështore, zotin Besar Xhaferi dhe zotin Grigel Smuçollari, 2 nga kandidatët tanë më të rinj, kontributor, njerëz që e duan Shqipërinë dhe duan që